që në Kosovë ka dhe diell, ka dhe dije, po ka dhe të paaftë që po na qeverisën aktualisht. Sot do të m'ja bëni një pyetje kësaj qeverisë sepse investimet në energjinë e përtërshme janë blloku. Sot do të me kalu në për 6-7 institucione, pa fate, pa siguri për me marrë një leje. Aktualisht thuhet që janë dikon 3.000 projekte energjetike në pritje. Janë për 1.500 hektar tokë publike të bllokuar për këtë çështje. Kjo nuk është as mbrojtje e mjedisit, as ndihmës në energji, po kjo është vetëm një paralizë e shtetit që këta e kanë bërë. Qysh po premtoni me ndresë? Ne kemi me ulumtu, kemi me analizu, edhe kemi me fillu me lëshimin e lejeve për energji të ripërtërshme në mënyrë që të rriten megawatt e prodhume në Kosovë dhe që mos ketë nevojë për me importu për që me kapacitetet vendase për shkak që thash që në Kosovë ka dhe diell, ka dhe dije, po ka dhe të paaftë që po na qeverisën aktualisht. Ne besojmë që Partia Demokratike e ka planin më të mirë për energji, ku kemi me rrit megawatt duke dhënë lejet për energji të ripërtërshme për energji solare. Ka shumë kompani që po presin.